Në qytetin bregdetar të Vlorës, tregu i pasurive të paluajtshme vijon të shënojë rritje të ndjeshme, ndërsa ekspertët pohojnë se nuk pritet ulje të çmimeve të apartamenteve dhe në vitet e ardhshme. Kryeministri Edi Rama disa vite më parë kishte paralajmëruar se Vlora do të përjetonte një rritje të ndjeshme të çmimeve të apartamenteve si pasojë e zhvillimit të infrastrukturës, rritjes së interesit turistik dhe investimeve të huaja. Në atë kohë shumë ndërtuese pritën me skepticizëm këtë deklarat, pasi tregu ishte ende në nivele të ulta. Në zonën e Lungomares, çmimi për metër katror varionte nga 300 në 700 euro. Sot panorama është krejt ndryshe. Në disa prej zonave më të kërkuara të qytetit, sidomos në ato bregdetare, çmimet kanë arritur deri në 3500 euro për metër katror, duke renditur Vlorën ndër tregjet më të shtrenjta bregdetare në Shqipëri. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Vlorë, Arben Breshani, thekson se ky trend rritës do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Kryeministri jon para disa vitesh na kishte paralajmëruar që do kishte një rritje çmimesh në qytetin e Vlorës, ne ishim pak mosbesues, sepse ne kemi nisur, se unë jam edhe i fushës ndërtimit, e kemi nisur me çmime nga 400-500, arritëm maksimumit e 700 euro në Lungomare në vijin e parë, kurse sot ka arritur deri në 3500 euro. Por përvoja botërore është e tillë sepse kemi Malinezi afër që i kanë çuar nga 7.000 dhe 10.000 euro për metër katror në ndërtimet e reja dhe cilësore. Dhe unë them që do ketë prapë rritje të çmimit të banesave, sepse ka disa vite që në Vlorë kërkesa dhe oferta është më e madhe kërkesa se sa ofron qyteti i Vlorës. Në qoftë se nga viti 2000 deri në vitin 2015 Vlora u dyfishua, tash nuk është më i ritmi i ndërtimeve, por kërkesa është gjithmonë e madhe dhe unë them që do ketë prapë rritje të çmimeve. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Vlorë, Arben Breshani, thekson se nuk do të ketë ulje të çmimesh. Nuk do të kemi ulje. Jo. Pra nuk shkojmë asnjëherë drejt uljes. Jo. Breshani thotë se aktualisht në Vlorë blejnë shtëpi emigrantët, qytetarët nga Kosova që jetojnë jashtë vendit, por edhe nga Polonia, Çekia, Amerika dhe Italia. Në përgjithësi blejnë emigrantët tanë, blejnë qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në perëndim si në Gjermani apo në Zvicër, por dhe qytetarët të shteteve tjera si Polonia, Çekia, nga Amerika, nga Italia, ka shumë që në vendet e tyre nuk kanë këto çmime, por i kanë më të larta dhe akoma ata e shikojnë si një aset për zhvillimin e investimit të tyre. Për shembull, hedhin një sot për blerjen e apartamentit, nesër do ta shesin me 2 fishin. Sipas Breshanit, një tjetër faktor i rëndësishëm që po ndikon në këtë rritje është interesi në rritje i blerësve nga jashtë vendit. Ekspertët e tregut imobiliar vlerësojnë se zhvillimi i projekteve të reja turistike, hapja e segmenteve të reja rrugore dhe investimet në portin e Vlorës apo dhe në aeroport pritet ta kthejnë qytetin e Vlorës në një pol të rëndësishëm të turizmit, por edhe investimeve. Megjithatë, rritja e shpejtë e çmimeve ka sjellë edhe shqetësime për banorët vendas, të cilët e kanë gjithnjë dhe më të vështirë të blenë një apartament në qytetin e tyre.